Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikundërse mësuat dhe e dini tani qartësisht, kanë ndryrë në luftën në Izrael-Iran. Mësë shumëti kjo ka qenë një luftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Por Izraeli është gjithmonë një satelit që bën edhe punët e rëndësishme të perëndimit veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rajonin e nxehtë të lindjes mesme. Ata kanë bombarduar, si thamë, bazat bërthamore të Iranit, pra 3 bazat të tilla. Ndërkohë, para pak orësh, Irani është kundërpërgjigjur duke goditur baza amerikane në Katar. Ishte një sulm, një goditje e paralajmëruar. Iranerët kishin thënë që ne po godasim. A ka filluar vërtet lufta? Një luftë ku brenda janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ja, çfarë ne kemi nënvizuar, çfarë ka thënë presidenti Trump për këtë goditje? Pak kohë më parë, ushtria amerikane kreu sulme masive me precizion të lartë në 3 objektet kryesore bërthamore të regjimit iranian: Fordo, Natanz dhe Isfahan. Të gjithi kanë dëgjuar këto emra për vite me radhë, ndërsa ata ndërtonin këtë ndërmarrje tmerrësisht shkatëruese. Objektivi ynë është shkatërimi i kapacitetit të pasurimit bërthamor të Iranit dhe ndalimi i kërcënimit bërthamor që përbënte shteti numër 1 në botë, sponsori i terrorizmit. Sonte mund t'i raportoj botës se sulmet ishin një sukses spektakolar ushtarak. Objektet kryesore të pasurimit bërthamor të Iranit janë shkatëruar plotësisht. Irani, dhunuesi lindjes mesme, tani duhet të bëjë paqe. Nëse nuk e bëjnë këtë, sulmet e ardhshme do të jenë shumë të mëdha dhe shumë më të lehta. Me të gjitha këto që u thanë, kjo nuk mund të vazhdojë. Do të ketë ose paqe, ose do të ketë tragjedi për Iranin, shumë më të madhe se ajo që kemi parë gjatë 8 ditëve të fundit. Pra, këto ishin fjalët e presidentit Trump, një nga fjalimet e tij, sepse fjalimet e tij janë gati të përminutshme. Të ftuar në studio për këtë pjesë, që do të jetë për rreth 1 orë, unë kam Ergjys Muzhaqi, ekspert sigurie, i cili ende nuk ka ardhur për shkak edhe të temperaturave që siç kemi thënë vazhdimisht janë ngritur, por edhe për shkak të trafikeve, baton që janë bërë të rëndësishme, janë rëndësuar shumë, duhet të niset, patjetër njeriu që ftohet dhe thotë që premton që unë po vi, erdha, do thotë, sepse edhe një tjetër që kemi, një admiral i madh, ka njeriu i deteve, edhe ai nuk duket dikundi. Admirali i deteve. Pret Zogaj, faleminderit zoti Zogaj. Është një politike emisioni, më së shumti dhe ne mund të flasim tani. Mund të flasim politikisht, çfarë shohim, çfarë dëgjojmë, sepse ne jemi një fshat i vogël, zoti Presh, dhe ne çfarëdo që themi nuk përbën ndonjë rëndësi për botën që na rrethon. Nga fshati ku ne flasim, po ne flasim për veten tonë. Tani për shembull të gjitha banaqet fillojnë dhe thonë gjëra plot. Plot. Entona Bilegaj, faleminderit zoti Bilegaj, dhe zoti Baton Haxhiu. Faleminderit. Faleminderit. Mirë ke qenë. Shumë mirë. Jo, se kohë... Vëmendshëm çfarë po ndodh. Tani, momentet e fundit, zoti Haxhiu kemi marrë vesh që Irani ka sulmuar bazat në Katar, bazat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kemi në informacion, sepse eksperti ende nuk po duket, kemi në informacion se çfarë konkretisht ka sulmuar, ka qenë lajm, domethënë konfuz. Deri në momentet e fundit edhe radiot më të rëndësishme të botës, prestigjioze, dhe televizionet, BBC-a e të tjera, kanë folur domethënë me një ka ndodhur, s'ka ndodhur, se është lajmi i momenteve të fundit. Kemi në një të re për... Ka ndalë dhe pamje. Po, dhe pamje, po? Por, më sa ka thëmë për shembull Katari ka deklaruar që nuk ka mundur të hyjë asnjë raket, sepse janë të gjitha janë azhësuar. Por është fakti që ato dijeshin dhe gjithë ushtarakët dhe banorët civilë në për bazat amerikane jo në Katar, po dhe në Irak, kanë marrë masat të tretit përpara që të mos ishin aty dhe të kujdeseshin për veten, mos ishin në zonë ku do bëheshin bombardimet.
Kështu që deri tani megjithëse nuk ka bilanc, duket sikur efekti i sulmeve zero. Irani deklaron se ka hedhur po aq predha dhe raketa sa çhodhi SBA-ja në sulmin që bëri 2 ditë më parë. Pra është barazuar, thua ti. Pra ka dashur ta mbyll llogarinë me kaq. Por njoftohet që disa avion ushtarak të amerikan, luftarak, janë nisur nga baza e Arabisë Saudite më njëherë pas sulmeve, rreth gjysmore pas sulmeve të Iranit. Nuk e dim tani për çfarë janë nisur, por është një informacion që presim të shohim se çfarë do të ndodhë në orët të ardhshme. Kështu që besoj që të vetmi njerëz që u trembën aty nga sulmet e Iranit deri tani kanë qenë civilët. Edhe kuptohet që kjo lëvizje kuptohet tani që shënoi vazhdimin e luftës, sepse pas sulmit të 2 ditëve më parë, mbi bazat bërthamore, Shtetet e Bashkuara e ftuan Iranin ose të fillojë bisedime tani dhe të japë fund luftës, ose nëse do të përgjigjej, do të vazhdonte lufta dhe pastaj nuk e dihesin sa do ishin për masat e luftës dhe sa do të goditej Irani. Fakti që Irani u përgjigj, informacionet që avionët ushtarak amerikan u nisën nga bazat e Arabisë Saudite tregon që lufta do të vazhdojë të përshkallëzohet. Zotëriu, Atëherë, unë mund të them 2 çështje që Izraeli nuk ka më kthim mrapa. Do të reagojë në çfarë do që ndodh e përcjell apo jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. ka kuptim. Hajde, s'ka problem. Që live jemi, nuk ka problem. Po, lëm një orë dhe respektojmë atë, kupton në çdo rast. Makina rrugës. E shrisme të respektojmë. Kohë e vështirë është, trafiki e shumë e të gjitha, po... Po prish makina. Po dakord, po të gjithë jemi prishur nga pak. Ndje. Po, tonë. Atëherë, po mundohem të sqaroj këtë situatë. Një është që ajo që ka ndodhur dhe është një bombardim në zbrasti, për arsye se të gjitha elementet jo esenciale, si që quajtën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, para fillimit të bombardimit, janë të strehuara, ose janë të larguara nga vendet ku mund të atakohet nga Irani. Pra, si thua Shtetet e Bashkuara kanë... E kanë ditur. Irani e ka njoftuar. Shtetet e Bashkuara të mund Jo. në ruajnë deri në këtë rast. Bombardimet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë kur Shtëpia e Bardhë vendosi që do të sulmohet Irani, kanë kaluar 5 ditë ose 6 derisa është marrë akti definitiv për bombardim. Dhe ato elementet jo esenciale janë larguar nga vendet e ngjarjes duke përfshi edhe njerëzit njerëzit rreth Iranit ose në vendet rreth Iranit. Çka është kjo? I ka 2 elemente. Nëse ky bombardim ka ndodhur në këtë mënyrë ku nuk ka pas as viktima as dëme, Irani për problemet mbrëmshme thotë që ne e kthyem bombardimin, e bombarduam bazat ushtarake të Amerikës dhe tash kërkojmë bisedime ose paqe. Kjo është një variant. Varianti dytë është ma Iran. Ai nëse Irani ose një prej atyre liderëve ekstremist thotë na do ta vazhdojmë luftën. Këtu atëherë kemi një problem. Aty ma Irani do ketë pasoja shumë serioze. Por mbi këtë, pa marrë parasysh se a do të pranoj paqen apo jo, Izraeli e ka nisur luftën. Dhe Irani nuk ka fuqi më që të bëjë tilla, ama përmes milicive të veta ose grupeve terroriste do të shtrihet prapë, do të krijojë problematike. Dhe në këtë situatë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në një pozitë shumë të vështirë. Unë dyshoj që konflikti do të ndalet, edhe pse Irani mund të kërkojë paqe përmes elementeve tjera, po elementet radikale nuk e lejnë këto. Por nga përfituesit më të mëdhenj të kësaj situate janë Kina dhe Rusia. E para në Ukrainë, e dyta që mund thirrët në një presedan në Ukrainë edhe në Iran dhe mund ta sulmoj Tajvanin në gjatë muajve të ardhshëm. Ose mund ta okupojë Tajvan. Dhe pastaj këtu kutia Pandorës hapet për gjitha konfliktet e ngrira të cilat kanë qenë deri më tash. Kjo është për mua një farë shpjegimi i asaj që ka ndodhur sot, për arsye se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës hyjnë frontalisht
për, po themi, jo me trupa, por hynë frontalisht dhe politikisht për ndërru regjimin e Iranit, atëherë unë mendoj që 3 fronte Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shtirë t'i mbajnë dhe një negociatë e ardhshme, kur ka pa fuqi, edhe që ta mbaj edhe Ukrajina nëse konfliktin në Ukrajinë, edhe një konflikt mundshëm Tajvan, edhe një atje mes Pakistanit edhe Indis, kam përshtypjen që këtu Kina ka hapësirë për destabilizim dhe mund të kemi një treshe që do të bisedoj për të ardhmen tonë. Ajo është Kina, Amerika edhe Rusia. Për arsye se Bashkimi Evropian u poshtnua në Gjenev, provoi ta bëj një gest civil ose civilizuar për ta ndarë konfliktin, dhe derisa ishte atje, filloi bombardimi amerikan. Një analist i quar që unë nuk po e kujtoj tani, që unë e lexoj në momentet e fundit, nuk po më vjen emri, thoshte që ky është një regjim është një regjim si komunist militant. Kush? Regjimi i Iranit dhe një lloj si regjime të tillë, si regjimet komuniste, si ka qenë Rusia gjithë, është mjaft e vështirë për të rrëzuar. Bëhet fjalë që mund të vijë edhe punat e ideja për të ndruar regjimin. Por ai nënvizonte një gjë që më mbeti në mendje shumë interesante, që është një regjim militant, shumë militant, siç kanë qenë komunistët përgjithsisht, dhe vështirësia këtu ka qenë. Por fjali po ta them. Por ja të nënvizoj diçka tjetër, kishin botuar dhe një shënim të ish presidentit Clinton, një buri i mençur dhe i urtë, i cili... Nuk më pëlqeu, si e tha. S'të pëlqeu. Jo. Por ai thoshte që... Ishte një moment që nuk thuhet. Por ai... Për Netanyahu. Ai s'është më president. Ai e tha tha për që Netanyahu. Netanyahu kërkon të qëndrojë në pushtet me këtë mënyrë. Kush është superfuqia këtu, tha, unë jam dhe po... Ja. Ai thoshte që, domethënë, Netanyahu përpiqet të qëndrojë në pushtet në këtë mënyrë, dhe nga ana tjetër presidentët e fundit domethënë 4 presidencat e fundit nuk është se i kanë hyrë kësaj lufte për të mos ndezur popujt arabë, të cilët vërtet po qëndrojnë të heshtur tani, por ka një problem. Një problem. Problemi është se Clinton nuk u deklaru për gjenocidin e Gazës. Unë mendoj kështu që ky ishte një përshkallëzim dhe i paralajmëruar që është e vërteta. Bile mendoj se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është se nuk kanë pritur reagime. Dhe Irani ka paralajmëruar jo vetëm këtë, ka paralajmëruar dhe veprime tjera. Parlamenti iranian ka miratuar bllokimin e ngushticës së Dormuzit, i cili është një pikë strategjike për gjithë tregtinë botërore, sidomos për tregtinë e naftës dhe të energjisë dhe tjera. Dhe tjera, dhe më thënë, ata kanë marrë disa vendime që shkojnë në këtë linjën e rezistencës, për shkallëzimit të reagimit. Bi dakord që një reagim, si thuash, do kishte, sepse ata edhe për nevojat politike së brendshme dhe nuk mund të dorëzohen kështu, dhe më thënë, me një herë, edhe në kuptimin afat gjatë mund qëndrojnë, nuk e paragjykoj, por them që kjo që ndodhi deri tani pritej. Nuk ka ndodhur në asnjë bazë tjetër, s'ka pak që nga Washingtoni ka dalë një deklaratë që vetëm në bazat e Katarit, në bazat e tjera nuk ka patur tentativa për sulme me raketa. Një zhvillim i ri, mendoj unë, pozitiv për të mos i hedh benzin zjarrit dhe për të mos e lënë këtë fitil të ndizet pa fund, është qëndrimi i Arabisë Saudite, e cila ka dënuar me fuqi, s'ka pak, sulmet me raketat e Iranit kundër bazës ushtarake amerikane në Katar. E ka konsideruar edhe si një agresion ndaj një vendi tjetër. Dhe shikoj që edhe vendet tjera arabe janë të prirura që të bashkohen pak a shumë me këtë qëndrim. Pra nuk miratojnë, qoftë edhe në kuadrin e reagimit prej Sedre, këtë kundër veprim të Iranit në vendet tjera, se në fund të herës i bie që ata po sulmojnë vendet tjera. Vërtet ka baza amerikane aty, pa ata janë vendet pavarura. Pra është gjithë ky zhvillim që i ekuilibron pak, dhe më thënë, këto skenaret, dhe më thënë, apokaliptik që po shqiptohen si kur do ndodhin shumë gjëra. Pritet tani cili do jetë reagimi i Washingtonit, njoftohet se Trump edhe gjithë bashkëpunëtorët e tij janë në
duke diskutuar, tani janë duke diskutuar, shohim çdo ndodh. Ajo që Se të vazhdojmë për se unë kam një skalet të cilin ka shumë pyetje dhe ti po i të gjitha për njerësh, është shumë e vështirë pastaj do përsëritin veten. Kaq. Thash një dy gjëra që s'u than këtu që po adeptova tani. Sa po kemi filluar. Ergjys Muzhaqi, faleminderit, ka ardhur, është në studio. Presidenti Trump Ergjys e quajti sulmin ndaj 3 bazave të Iranit një sukses spektakolar. Tani, çfarë lloj sulmi është ky dhe është e vërtet kaq i suksesshëm sa që pretendon Washingtoni? Pikë së parë më duket se është tipike e Trumpit që e përshëndet veprimin e tij. Përshëndet veprimin Veprimin e e vet. tij, pra mënyra se si e shpreh, është mënyra tipike e shprehjes Trumpit, që është sukses spektakolar. Pikë së dyti, ai e justifikon veprimin e tij nëpërmjet qëndrimit që ka, nëpërmjet retorikës që përdor. Pikë së treti, kam përshtypjen që Trumpi më tepër ka një problem, mund të ketë një problem në marrëdhëniet që ka me Izraelin, me qeverinë e Izraelit, me Netanyahun, edhe me përkrahjen shumë të fortë të lobeve izraelite brenda për brenda grupit vet dhe brenda për brenda departamentit të shtetit apo strukturave shtetërore në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po thoya që pika e tretë që mendoj që Trumpi ka bërë këtë lloj deklarate, pra në këtë mënyrë, ndoshta është për të eliminuar spekullimet që ka një mosdakordsi midis Trumpit dhe linjës së tij dhe Netanyahu dhe linjës së tij. Spekullimet kanë qenë prezente këto ditë të fundit në disa qarqe analistësh, perëndimor sigurisht, nëpërmjet cilave thuhet që nuk ka qenë dakord Netanyahu me mënyrën se si Trumpi është qasur vendeve arabe, fuqizimit që i ka dhënë atyre, përforcimit situatës, sidomos edhe me Turqinë që i dha dorë të lirë me Sirinë. Dhe me një mënyrë është spekuluar që ka pas një mosdakordsi dhe ka pas një lloj veprimi të Netanyahut krejtësisht pa u konsultuar me Trumpin edhe me iniciativën e vet. Gjë që nuk rezon në vërtet. Besoj që Trumpi, pavarësisht presionit të lobeve dhe të prezencës të mbështetësve të Izraelit në infrastrukturën shtetërore të Shtetet Bashkuara të Amerikës, është i fuqishëm pozicionin e tij dhe ka bërë atë deklaratën e qartë për të treguar që pozicioni i tij është i qartë në mbështetje të Izraelit, është i qartë në qëndres kundër regjimit të Iranit, me cilin ka thënë që unë ju godas në mënyrë të suksesshme dhe jam gati t'ju godas përsëri në qoftë se ju nuk uleni, negocioni, qoftë edhe ndryshimin e regjimit. Besoj që këto mund të kenë qenë arsyet që Trumpi ka folur me atë lloj entuziazmi që ka folur. Tani pyetja që unë kam për ju dhe pastaj vazhdojmë me kolegët, është çfarë janë këto bazat e Iranit dhe a ishte Irani duke ndërtuar armë bërthamore vërtet. Vetëm pak kohë më parë, shefja e inteligjencës kombëtare, Tulsi Gabbard, zoti Baton, Tulsi Gabbard, vetëm pak kohë më parë, dëshmoi përpara Kongresit të Shtetet Bashkuara të Amerikës se Irani nuk po ndërtonte armë bërthamore. Por tani, pasi tha Trumpi që po ndërtohen armë bërthamore, ajo deklaroi se Irani ishte disa javë larg ndërtimit të armëve bërthamore. Që duhet të besojmë, se për shembull sulmi mbi Irakun rezultoi qesharak. S'kishte armë bërthamore, kishte catera me gjemba. Mund të themi që fillimisht kjo legjenda e Iranit që po ndërton armë bërthamore nuk është e re, është goxha e vjetër. Dhe sidomos Netanyahu është politikani më i qëndrueshëm në ekspozimin e këtij fakti, ku vit mas viti, për shumë kohë me radhë, që në vitet 2000 ekspozon një situatë të tillë. Nga ana tjetër, edhe vendet të tjera, edhe pse jo në mënyrë zyrtare, e kanë ekspozuar, le të themi, iniciativën e Iranit për të prodhuar bombë bërthamore. Mund t'ju them, për shembull, nga përvoja ime me Turqinë,
që i ndjeri kryeministri Erbakan i Turqisë, kohë përpara se të vi Erdoganin në pushtet, kur ai ka qenë diku në 98, mos gaboj. Po flet për kryeministrin E Turqisë. cilin? Të 98-s Erbakanin, Erbakanin, Necmettin Erbakan, po. i cili Partisë, Po luftë brenda llojit është, lufta brenda llojit është më e madhe. Ideja është që ai ka pas një marrëdhënie më miqësore me Iranin, madje kanë pas një iniciativë të mos gaboj D8 e quhenin, ku ka qenë dhe Irani antar, dhe e ka këshilluar që çfarë po duhet atë Ajatullahun. Çfarë po duhet ty bomba bërthamore, merru me projekte të tjera që zhvillojnë popullin, zhvillojnë industrinë, zhvillojnë ekonominë tate, lej mos i hyj ti mohabeti. Pra është një realitet i tillë, edhe zyrtarisht i përmendur, edhe mediatikisht i përmendur, por edhe në qarqe të figurave të rëndësishme, siç përmenda Erbakani, po edhe të tjerë, që e din këtë, që është një fakt, që Irani, përkundrejt deklaratave të tij, nuk është se po pasuron uran thjesht për të bërë centrale bërthamore për energji elektrike. Po pasuron uranin që të ketë një sasi të mjaftueshme për ta bërë qoftë edhe ta ketë të gjallë kërcënimin për bombën bërthamore. Dhe në momentin që ju po flisni, mund të ketë edhe çështje teknike midis Agjencisë Informacionit dhe Presidentit. Agjencia e Informacionit thotë që ato teknikisht nuk e kanë gati 90%-in dhe nuk po e montojnë në koka bërthamore, dhe ky është informacioni vërtet, besoj unë, pra po me analizë. Nga ana tjetër Presidenti thotë që ato janë në rrugën e pasurimit, janë në rrugën e formimit një bombe bërthamore, aq më tepër që është nxjerrë situata. Pastaj Irani ka atë retorikën e tij që thotë, edhe në momentin që ju bombardua, thotë që ju bombarduat, po ne kemi qenë në Mars që i kemi heq. Po, në fakt nga aty sepse ka pasur raportime jo vetëm që në Mars, po edhe tani një 30 mjete të renda që ishin tek këto njëra për këtyre qendrave që duket sikur po largonin një material. Ndoshta ata jo vetëm urani është ai. Se realisht ose ato që kanë vëzhguar në emën të Kombeve të Bashkuara. Na dim se ata seriozisht kanë pas informacione të saktura, se kanë qenë në të gjitha bazat e pikave bërthamore. Ndoshta janë të njëjtët që kanë informuar për Irakun, Bazan. Sepse në Irak nuk kishte, ja një sekond, nuk kishte bombë bërthamore. Iraku... Armë të zhdukjes mas kanë thënë ato, jo bombë bërthamore. Armë kimike dhe zhdukjes. Armë, po s'kishte pra. Nuk kishte? Po s'kishte. Armë kimike, okej. Tri që mund të ke bërthamore. Irani ka shumë vite që merret me pasurimin uraniumit, e ka perspektivë, unë që u bën vite, që kjo është histori shumë e vjetër, gjithnjë është konflikti midis gjithë botës perëndimore dhe vendeve tjera, dhe vendeve jo vetëm botës perëndimore dhe Iranit, pikërisht për temën e bombës bërthamore, prodhimit të bombës bërthamore nga Irani. Gjithë Evropa, gjithë Shqipëria, gjithnjë kanë kërkuar këtë gjë. Tani, këtu informacionet kanë qenë kontradiktore, që është e vërtetë. Ju përmendet një informacion, po edhe si më drejtori i Agjencisë Botërore të Energjisë Bërthamore ka bërë një para disa kohësh një njoftim ku thotë se ato janë larg, vazhdojnë pasurojnë uraniumin në funksion të prodhimit bombës bërthamore, por pak a shumë linin të kuptojë se po të vazhdohet, ato janë rreth 3 vite larg prodhimit ose prodhimit të një bombe bërthamore. Edhe rezervat e uranit i kanë nga 60%, duhet i çojnë në 90%. Prit, po them këtë, prit se do vi. Por tu Irani është shtet i mbyllur, ka qenë shumë e vështirë që edhe kjo agjensi, po edhe ekipe ose investigime tjera, misione investigative tjera të kenë akses të ke vërteta e qëruar. Dhe këtu askush nuk mund të flasë me kompetencë si është e vërteta e qëruar. Ama një gjë mund të thuhet që Irani, pavarësisht se në periudat caktuara përdor retorikën që ne duam e prodhojmë energjinë bërthamore për qëllime civile, Irani synon të prodhojë një bomba bërthamore, e ka objektiv strategjik të vetën. Një. Nga kjo pikpamje, e mbylla. Jo, të ty vazhdon ti, të thuash fjalët e tua, po se ne kemi jetuar në 2 kohët, edhe unë dhe ti. Kohën e diktaturës dhe në kohën e re. Ndoshta është më keq tani, po kemi jetuar në 2 kohë dhe mua më kujtohet për shembull që në kohën që ne ishim me kinezët, se ishim me rusët në fillim, pastaj u bëm me kinezët, na thoshin autoritetet e rëndësishme të vendit, po edhe njerëzit që kishin një nivel shoqëror baton sado të vogël, na thoshin që e ka Kina. Bombën atomike e kemi edhe ne.
Pra edhe ne beshim pronar të bombës atomike. Që ne s'kishim ender brek në vesh. Edhe thoshim që kemi bombë atomike. Po kishte edhe këngë që i vinin ngoj me atë punë fjalë që kush Shqipërinë kush ma prek do ja bëj këmbët byrek. Direkt, kështu do t'ja priste. Do ja bëj këmbët byrek. Shqipërinë kush ma prek do ma bëj këmbët. Direkt anemo, kështu do t'ja shyente. Jo, A byrek, edhe byrek. Do i bëndi diçka të keqe, si Në vinin ca raketa. Populli e kishte shprehur në vargje këtë gjë. Po pra, dhe në këtë pikë point tani, pyetja ime shumë e thjeshtë, se në shefja me rëndësish në shpërim inteligent baton, thot që nuk ka Irani armë bërthamore dhe pasi e thot Trumpi tani, thot ka armë bërthamore, kjo pastaj është... është me e keqja se sa lufta në Iran? Trumpi... Me e keqja se sa lufta në Iran, unë mendoj është se ekzistojnë dy Amerika rreth konfliktit në Iran. E para është ajo izolacioniste, e kryesuar nga Vance dhe Trump, Junior, dhe të tjeret që janë aty janë 7-8 grupi që quhet bordi i shtëpisë së bardhë, ose që ka një farë sistemi paralel të funksionimit, dhe është Trump me sekretarin e shtetit dhe me të tjere. Dhe kjo për mua është shqetësuese. Shqetësuese për arsye se perandorit kur nuk bin nga jashtë, bin nga brenda. Dhe nga këto konflikte të cilat krijojnë paqartësi. Dhe këto paqartësi momentalisht i kemi nga dy njerëzit kryesor. Magna ka qenë një projekt politik që thuhet, ashtu që si e ka pas edhe Obama dorën zemër, i cili e ka dobësuar Amerikën gjatë. Ile sot Trump i tha që Irani le të krijojmë jo magmën, po migma. Një gjithë të tillë. Miga, e. Maga dhe miga. Të krijojë migën, tha. Ajo që është shqetësuese për mua është që konflikti brenda shtëpisë së bardhë që e kryeson Vance nuk është i paserios, është serios. Objektivi... Ai e tha, ne nuk jemi që të rrëzojmë regjimin e Ayatollah. Ka një konflikt me Skansi. që ai të merr të heqë. Jo, nuk bëhet ashtu. Nuk bëhet. Zëvendës presidenti nuk heqet. Se është i votum. Problemi se mbron kushtetuta. Që autoriteti Trumpi nuk vjen diskutim aty. Ajo që nuk diskutohet është kjo, që Amerika do të vazhdoj të jetë lider unipolare në botë, tenton të jetë vazhdoj. Nuk është më vjen keq, po nuk është. Ai nuk më them çfarë tenton Trumpi. Ose nuk është gati të pranojë numrin 2. Trumpi nuk ka asnjë. Po themi dysh, po. Trumpi nuk ka asnjë konstruktiv me një fuqi tjetër të fortë në rang global. Pra nuk e njeh si fuqi globale Rusinë. I tha kur Rusia tentoi të ndrynte në konfliktin e Iranit, i tha vazhdo Ukrainën ti, i tha mos u merr me këtë. Me Kinën nuk hyn fare, se di as do të di. Europën e përjashtoi fare si opsion. Jo, po thjeshtson shumë më burr. Dhe Trumpi, si? Po thjeshtësohet shumë. Po pra, Trumpi e ka bërë këtë thjesht. Po merr vendime personale, të cilat nuk e konsulton as me stafin e vet shpeshherë si thoni juve, dhe nuk e konsulton me asnjë institucion në Shtetet Bashkuara, nuk miraton. Turci gabart nëse po thirrësh në Kongresi dhe Senati duhet të miratojnë nëse Amerika do të futet në luftë. Por Trumpi bën aksione të tilla të papritura, të cilat nuk e marrin dot miratimin e Kongresit dhe Senatit, sepse janë aksione të veçuara, nuk quhet luftë. Dhe këto aksione të veçuara mund të vazhdojnë pafund. Tani ai mund të bëjë një aksion tjetër kundër përgjigje për sulmin e Iranit. I cili është një aksion i veçuar. Mund dalë në Kongresi të deklarojë me kaq e mbyllur dhe të vazhdojë nesër prapë të sulmojë, siç e ka, sepse kjo është synimi, sepse mungesa e koherencës është normale për Trumpin, nuk është se ne e njohim Trumpin si një politikan që e mban fjalën, deklaron para se do bëj. Se mund ta thoni që mund ta marrin në ngjarje të. Ai bën çfarë mendon në çast, mo. Fjalën e ka dhënë konsultohet me Netanyahu, ose konsultohet me Shtetet Bashkuara. Forcë nëpërmjet fuqisë ka pas moto Trumpi këtë dhe i përmbahet asaj. Tu forca ngjarje mund të bëjë çdo gjë. Ne dim këtë gjë që e dim gjithë që synimi i shpallur i bombardimeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte për të ndaluar Iranin që të prodhojnë armë bërthamore. Me ishte një sulm me informacionet që kanë, si e thamë këtu që janë pak kontradiktore, por donin të jepni një mesazh shumë të fortë që ju nuk mund të prodhoni bombën. Në këtë qëndrim, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dhe Shtetin e Evropës. Gjithë vendet evropiane, pavarësisht se kanë qëndrime të tjera në lidhje me
bombardimet, me sulmet, me potenciale që ka ky konflikt për të zgjeruar si konflikt më i gjerë, ato i kërkojnë Iranit që ju s'mund ta prodhoni bombën. Pse? Sepse Irani një sponsor i terrorizmit në lindjen e mesme, kjo dihet nga gjithë, kjo nuk ka nevojë për vërtetim. Organizatat terroriste më të mëdha në lindjen e mesme që domethënë e kanë futur në rrugë pa krye edhe historinë e popullit Gazës janë këta. E dyta, Irani kanë doktrinën e vetë, zhdukjen e Izraelit. Më thënë, ata kanë thënë disa herë këtë gjë, ato nga herë për dredhin fjalin, por në mënyrë konstante, ata kanë si synim zhdukjen dhe satana. Tani, nga kjo pikë, përse e mbylla, se ti ta mbyll këtë? Jo, po. Vetëm këtë fjali. Se ne jemi gazetarë. Një fjali e mbylla. Nuk jemi politikanë, po ta veshre politikanë shqiptarë. Jo, gazetarë, më thënë. Me priashtit e dramës si bërë një prenotësim, Sali Berisha foli dhe Tritani. Foli Tritani për luftën, Tritan Shehu. Po të ma të gjërë fjalinë e funit, mund ka privosh. Brënda kësaj e ka mos zotri. Se nuk të pranoj do të si thua Irani, kërkon të zhdukë Izraelin, ndërkoj që Izraeli vetë, po vretë fëmijë, valla. Absolutisht. Në Gaza. Po të lutem shumë. Ajo është një tragedi e madhe, është një turp për Izraelin. Për ushtrin e Izraelit, dhe më thënë, është turpi më i madh që vretë civil që janë në radhë për të marrë ushqim. Kjo është një nga, më thënë, kapituj, dhe më thënë, më të zinj të historisë bashkëkohore që po zhvillohet, por ne nuk kemi duke folë sot në fakt për këtë temë. Unë dojtë thoja këtë gjë, që ta mbyllë. Që deri këtu, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas një qëllim, kanë bërë bombardime funksion një qëllimi, tani ata shohim që do bëjnë, por ata direktu e kanë pas, kanë prit që do bëjë Irani. Irani po bën reagim, se nuk mund mos bëjë reagim, ama ndryshim regjimi me bombardime nuk mund të ndodhë. Unë kam bindin se në SBA e kam këtë koshiencë. Ndryshimet e regjimit kanë ndodhë nga brenda, për shumë është kretë tjetër rast një Siris. Një presionet ndihmojnë. Ndryshim regjimit. Shikojme gjë që Sadami ishte pak më i lehtë. Nga shumë observatorë, sulmet e kanë forcu kohezion iranian. Ikim se e kam pyetjet posaçme ndryshimin e regjimit. Unë e odha në fillim atë idenë që kisha lexuar, që në Iran është shumë e vështirë të ndodhë ndryshimi i regjimit për shkak se ajo është një regjim militant. Një lloj si regjim. Nuk ka kthim brapa, Yli. Po tani dhe Perusin themi nuk ka kthim brapa, po ai po bën me botën çfarë do qefi. Mund të analizojmë. Vladimir Putini po bën çfarë do qefi. Tani jo, përpara se të analizojmë këtë, jemi në një moment s'kemi këtu, do me thënë të dhëna që ata e kanë patur materialin atomik apo kështu dhe e kanë hequr, e kanë zhvendosur. Irani ka deklaruar që e ka zhvendosur dhe nuk është dëmtuar fare, por nuk e ka arrit nivelin e pasurimit mjaftueshëm për ta pas përdorur në bombë. Tani, çfarë për analistët tani presjeni këtu, çfarë ndodh me Amerika first? Amerika e para. Trump erdhi në pushtet duke premtuar se Amerika nuk do të përzihet me luftrat e të tjerëve. Madje do të ndaloj luftrat. Këtë të Ukrainës ta do të mbaroj për 24 orë. Tani ky merr punë të bomba aty, ose këtë. Tani ç'a ndodh me këtë? Se ne kuptojmë që mbrapa është Amerika, nuk është Izraeli. Nuk e përjashton ndryrinë. Po, ke edhe fllinin një deklaratë njeriut kryesor të po themi kështu strategjisti kryesorit Trumpit, i cili thotë që fuqia e Trumpit kthehet në Iran, ose në rrëzimin e Ayatollahut. Dhe thotë që kur gjiri përsik përfundon si konflikt, atëherë Trumpit s'mund t'i thotë askush jo. Pastaj. Por unë nuk mendoj kështu. Edhe pse ajo është parasysh se po ajo është fuqi, po unë po flas me logjikën politike. Sa më shumë që ti hapësh në konflikte, edhe për të krijuar paqe, gjithashtu ose kërkesën për të krijuar paqe në disa vende, ti je më i dobët në fuqinë tënde. Unë mendoj që plus kur ke një farë qëndrimi të mbrëmshëm i cili është dual. Qëndrimi i mbrëmshëm dual në Amerikë, e sidomos në Shtëpinë e Bardhë, nuk e çon asnjëherë problemin në Kongres. Parasysh se Venci dhe të tjerët
të cilët janë angazhuar që të krijojnë një kongres i cili është gati i përgjysmum për magna dhe asnjëherë për invazione, atëherë tregon që kongresi nuk do ta votonte një hyrje të Amerikës në Iran. Kjo bombat e veçuara ose veçimi i bombardimeve mund ta bëj presidenti vet, por trupat dojnë një nënshkrim ose shumicës në kongres. Mendoj që nuk është hera e parë që Shtetet Bashkuara të Amerikës apo superfuqitë e tjera botërore nuk ja arrin dot brenda afateve të dëshiruara kohore për tyre që të arrijnë objektivat të cilat i kanë shprehur. Unë bëjmë një analizë të shkurtër edhe për si ka arrit kjo pikë që ka arrit sot këtu. Unë mendoj që edhe pranvera arabe, edhe konflikti i sotëm, edhe përplasja madje me Hamasin po e quajun, e Gazës edhe Bregut Perëndimor, pra thellimi i mënyrës se si qeveria Netanyahut po ushtron presionin qeveritar aty. Janë të lidhura me njëra tjetrën. Madje edhe dalja e ISIS-it në Siri, edhe në Irakun Perëndim, në Irakun Verior. Janë të lidhura sepse është e ditur që shteti i Izraelit është aleati dhe pika strategjike kryesore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po madje edhe NATO-s. Dhe që ai të arrijë një qetësi dhe një rahati sa më të madhe përkundrejt problematikave të trashëguara tashme për shumë kohësh, ku edhe vetë Izraeli padyshim që nuk është pa faj për mënyrën si i ka trajtuar shpeshherë problemet, siç e përmendëm edhe mënyrën si po e trajton mënyrë krejtësisht gabuar genocidin në Gaza. Mendoj që gjitha këto janë të lidhura, se çfarë u arrit? U arrit në fillim fare që më fal që ta më fal. Jo, po duhet me të përcjell edhe unë se do sa po basha gati ta shpjegoj. Po në fillim fare u arrit nëpërmjet pranverës arabe dhe daljes së ISIS-it që të eliminohet efekti shumë i rëndë për kohën i grupeve ekstreme në vendet përkatëse. Përkundras janë kriju grupet ekstreme. Po më fal, ta bëjmë një analizë. Se unë po ta bëj një analizë, po më ndërpreve e lem edhe vazhdoj. Jo. Pra analiza është e tillë. Është e vërtet që në Egjipt u ndryshu sistemi ndryshe nga ç'ishte. Është e vërtet që në Libi u ndryshu sistemi ndryshe nga ç'ishte. Është e vërtet që edhe shtetet e tjera u reformuan menjëherë në krah të politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas pranverës arabe, dhe është e vërtet që ngeci nisma e pranverës arabe për ndryshim regjimesh, pikërisht në Siri ku kishte mbështetjen e Rusisë dhe të Iranit. Atëherë çfarë ndodhi? U treguan të duruar. U vazhduan strategjit, ra së fundmi edhe Esedi si regjim. Nga ana tjetër, pas demolimit, le të themi, të efektit të grupeve sunite ekstremiste, apo qeverive sunite që kundërshtonin realitetin e Izraelit, i erdhi rradha grupeve shiite. Po ta vini në kronologji, Hizbullahu ka dalë pas pranverës arabe, u godit më pas. Dhe Irani po goditet më pas sepse ai e ka radhën për këtë punë, dhe po t'i vini re, të gjitha shtetet rajonale më spaku, shtetet sunite, pra Turqia, që nuk është arabe, po Turqia e para, Egjipti shumë i rëndësishëm, Arabia Saudite, Libani, janë që të gjitha të rreshtuara në politikën amerikane. Janë që të gjitha të gatshme të ndjekin politikën amerikane, është përgatitur ky terren prej kohësh, u sankcionua ky terren me pranverën arabe, u tejkalua dhe ngërçi që u përjetua me Sirin, tashti po përpiqet të tejkalohet Irani dhe në përgjigje të pyetjes tuaj. Nuk është e thënë që të realizohet pikërisht momentin që ti e dëshiron, siç nuk u realizoi dot në Siri. U bë përpjekje për Afganistanin se harrove ti këtë detaj? Afganistani, duke qenë se ishte larg pranverës arabe, po është po e njëjta mentalitet, siç mund t'ju përmendja dhe Irakun, i cili për gabim dhe nxitim të Shteteve Bashkuara të Amerikës në radhë parë, dha 1 milion e kusur të vrarë, u ndryshu regjimi, por ama u forcuan shiat, nuk u arrit gjëja e dëshiruar, mendohet që mund të arrihet në vazhdim. Por sistemi vazhdon të funksionojë. Çfarë bën ndryshoren, mendojo në këtë rast, është Netanyahu, i cili nga njëra anë
e ka legitimitetin për drejtuar qeverinë e tij shumë të lëkundur para 7 tetorit, ndiqet nga gjykata kushtetuese, protesta masive popullore, rrezik për luftë civile, ka një 30 deputet në krahasim me një 32 që i kanë partitë e tjera ekstremiste të djathta. Domethënë, në këtë mishmash, formula që po përdor Netanyahu, besoj që është në të njëjtën linjë që ka përmend Clintoni, që ka thënë ky do ruaj pushtetin e vet. Në makro është në të njëjtën linjë që të forcohet Izraeli dhe aleatët mos e godasin, por në mikro ky ka bërë atë genocidin që askush nuk e donte dhe nuk e përkrah. Okej. Prandaj se ajo e Clintonit që s'mund të justifikohet një genocid që i pëndodh në Gaza për pushtetin e Netanyahut. Se në Gaza praktikisht kemi një kamp përqendrimi, po bëhet holokausti në natyrë. Nuk ka kamp përqendrimi në natyrë. Nuk ka vënë njerëzit. 2025 është shëmtuar, patjetër. Gjithë bota shikon atë. Ja, një sekondë, Baton, kishe përndryrë? Une Dhe pyetjet e tjera do jemi sa më shkurt sepse s'kemi shumë kohë. Po? America first. unë prap konsideroj që nuk do ketë lëshim ndaj Iranit dhe Izraeli mund të vazhdoj luftën vetë, nuk kthehet mbrapa. Edhe nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e përkrahin. Ka fuqi Izraeli me 200 e kusur milion euro në ditët? Ta zgjasi këtë luftë? Unë e thash në thojza se nuk ka Izrael që nuk përkrahet nga Amerika. Prandaj, a do të përkrahet drejt. Atere, presidenti Trump... Ajo nuk do të Në qartë. Unë kam shiko, Amerika First, që bërë pytin që në fillim, është një slogan elektoral, fund herës. Amerika e para ka qenë për Amerikanë gjithmonë, ka qenë kryesisht për konsum të brendshëm, nuk është se jep drejtime të reja politikës. Forca ngjarjeve e çon gjithnjë Amerikën që të jetë protagoniste. Po, do thënë, ju vazhdojnë thoni që do ta ketë të rol. Prit Amerika zvoglohet në që se mbyllet. Amerika është e madhe në hapje, jo në mbyllje. Nga kjo pikpamje edhe Trumpi që ka bën një, në atë kuptimin me e pakshu, ka bën një salto, dhe me thënë, të pa imagjinueshme që nga njeriu që fitoj me degën e ullirit e propozuesi i paqes madhe botërore, përfshihet shpejt në një konflikt me potencialet e një konflikti për të zgjeruar. Po kjo nuk mund të mos ndodhë, sepse Amerika shuhet në që nuk shuhet, bëhet e vogël. Bëhet e vogël. Gjithmonë republikanët, po ta shikoni, kanë këtë teorinë e izolacionizmit, e kanë populiste, bile edhe Bush i ri, kur bënte fushat çduan ushtarët tonë Kosovë, tha. Kur erdhin pushtet, ai ishte sponsori më i madh i pavarësisë Kosovës. Sepse janë ngjarje që e çojnë fuqinë amerikane. Afganistanit dhe Irakun. Foto, ja, preç. Antoni Pakçal dhe vazhdojmë se kam një grup shumë të madh. Bush i saj erdhi në pushtet bëri një mesat pasi mesatorit Afganistan Irak. Bëri luftra të shpejta dhe dështuara të dy. Po pra, preç i marrëveshja e Trumpit, ai ishte një slogan elektoral dhe ka. Tjetra është Amerika që kemi parë gjithmonë. Marrëveshja e Trumpit me Al-Qaedën në fillim të 2020-s ndryshoi një situatë jo vetëm në Afganistan, por edhe në Siri. Mos shikoni se redhimi marrëveshjes Trumpit me Al-Qaedën këto që ndodhin. Dhe Trumpi rikthehet pas 4 vjetësh kur efektet e asaj marrëveshje janë dhënë diku. Unë jam dakord me ato që thotë Buzhaqi, që në qoftë se Amerika ushtarakisht e kontrollon, jo politikisht, se politikisht janë gjithë vende anti-amerikane këto që përmendëm arabët. Po ushtarakisht i kontrollon të gjitha, edhe Egjipti, po të votohet është anti-amerikan. Vetëm qeveritë janë pro-amerikane. Ka rryma të forta anti-amerikane? Po, patjetër. Që ta konsiderosh vend anti-amerikane? Ka bazë ushtarake. Nuk shkruhet atë gjë aty. Arabia Saudite ka një bazë ushtarake, sa s'ka zgjedhje, kështu që pra kontrollon ushtarakisht është në kontrollin e Amerikës. Jemi, okay. Vendi që vepron në mënyrë të pavarur atje sot për sot është vetëm përjashtu Afganistanin që është akoma Al-Qaeda se ka marrë veten, është vetëm Irani. Është koka e gjarpit thot Izraeli. Fare shkurt. Dhe Irani u ra në fund pasi sulmoi Hamasin. Sulmoi Hezbollahun pastaj më njëherë pas Hamasit, u fute Huthut dhe pastaj vajte tek koka. Sulmoi gjarpin nga bishti deri tek koka. Dhe u lodh me bishtat. Prandaj ato kokë. Dhe nuk është çudi që kjo çështje e regjimit të jetë pikërisht thelbi i kësaj gjëje, pavarësisht se disa e mohojnë, disa e bojnë. Qartë. Ndryshimi i regjimit mund ta bëj që në Iran i ka dhënë sinjalin që kot tjerët se Abile ka hyri te pyetja ime, ndryshimi i regjimit. Do me thënë Trump thot parlamenton që çdo kundërpërgjigje e Iranit do të sjellë pasojë tragjike për të ndryshimin e regjimit.
Si mund të realizohet kjo? Mund ndryshon njeriu, që është Ajatullahu. Ajatullahu. Vjetër. Se a i paralajmëroj edhe kush janë zëvendësuesit e tij, dhe nëse largohet njeriu kryesor, shumë kush politikisht mund ta konsiderojë ndryshim regjimi, për arsye se bën hapet e parë për Shiko. Po du në sjellë shahun, ose një rikthim të situatës. E kuptoj, po. Ka pas gjithnjë është raportuar që ka një oponencë, opozit, disidencë mrena e Iranit. Në fakt, bombardimet, si pas shumë observatorëve në terren, kanë kriju një lloj kohezioni, sepse ndodh ajo që shumë njerëz janë kundër regjimit, duke parë se vendi i tyre po sulmohet me bomba tjerë, domethënë duan s'duan bashkohen rreth flamurit tyre. Trumpi është aq i drejtë për drejtë. Evropa ka një problem që vazhdimisht i paraqitet përpara. Ndryshimet e regjimit shoqërohen me lëvizjet popullsisë, cilat orientohen veç nga Evropa. Patjetër, po. Po ky është problem amerikan. Nëse ne referojmë vendet ku ka ndryshuar regjimi, ato kanë ndryshuar kryesisht edhe dhe pranvera arabe. Ajo nuk do ndodhte kur po të mos ngrihenin të rinjtë në vendet e tyre. Po gjihet i gjë i mënyrë. Po s'ka rëndësi, po s'u ngritën, s'ka si. Po themi për modus operandi, po themi për logjikën. E do vesh këtë, është e pamundur. Irani është shtet i madh. Mund të jenë variant si Egjipti, me që është shtet i madh. Mund të jenë variant si Egjipti. Irani, zoti Rakipi, Irani është një shtet i madh, është fuqi rajonale. Aty ndryshimi mund ndodh, po mund ndodh kështu si Thabatoni mendojnë, po që të ndryshohet si në skenarin sirian, duket që s'ka gjasa sepse nuk ka lëvizje të brendshme. Sot është shumë oportune që të ketë lëvizje të brendshme, ata forcat anti-sistem në Iran, por ata ndihen të lënduar për momentin. Unë kam dëgjuar shumë interviste. Kam dëgjuar ky që ka fitu çmimin Nobel për paqen, që është iranian, e kupton, ka dalë për një Salman Rushdie? Po, jo, iranian, nuk është një grua. Ka një element që më duket po ju shpëton. Ndoshta nuk është fituese çmim, më fal se kanë trovë, po është një grua domethënë që është shumë e njohur, nga ka qenë e burgosur që është luajtur. Kjo për drejtat dhe liritë. Për drejtat dhe liritë të njerëzit. Çmimin për drejtat e harrova emrin. Ajo tani, imagjinoni, një kundërshtare, domethënë, shumë e fortë e regjimit, ajo thotë që shiko, këto thotë duhet pas sepse këta po e forcojnë kohezionin rreth Iranit dhe nga kjo përfiton dhe regjimi. Nga kjo pikpamje unë them që amerikanët kanë thënë tamam që ne nuk po synojmë ndryshimin e regjimit, ndryshimi i kreut mund vijë, se ajo është dhe shumë i vjetër, ata duan të japin një mësim, domethënë që ju s'mund të vazhdoni. Trumpi tha sot, domethënë. Mund shkojnë të ndryshojë regjimit, make Iran great again. Ka e diçka. Mënyra amerikane dhe trumpiste situatës. Unë mendoj që është dhënë ai mesazhi me ato goditjet, edhe me deklaratat. Sa po i përmendëm. Pra si ndryshoi regjimi në Libi? E vran, si qenë, spytën fare, edhe sot janë rrumuj. Si ndryshoi regjimi? Rrëzuan nga pushteti. Një minutë, e vran aty popullor. Që mund ndjek Irani. Iraku, prisë s'ka marru, Iraku. E vran, e varën, mbi 1 milion të vrarë. Po kuptua që ishte gabim i rënd? Ore gabim pa gabim iku. Ndryshoi regjimi. Një minutë. Si ndryshoi regjimin, si ndryshoi regjimin në Siri? Prit se po flas për gjithë ato që janë aty afër. Shkoi kush e hoqi atë, e hoqën kundërshtarët e vet mrena. Jo zoga, më fal 1 minutë. Le, mos kalo kjo ajo. Kaos, sepse pa kalu kjo ajo. Si ndryshoi regjimin si lejo Albeleka? Vendet si Egjipti dhe si Irani nuk shkojnë dot në kaos. 1 minutë pra. Pra si ndryshoi regjimin në Siri? Kalojmë në problematika, luftët e brendshme, shpërngulje njerëzish. Dhe në Egjipt nuk kaluan kaos, e jam me ty, sepse 90 milion në Egjipti, 90 milion në Irani. Por, grush shteti, dënim me varje. Dënim me varje. Dhe këti i kanë thënë. Amerikanët kanë folë qartë. Ore ti, do që populli jot ballafaqohet për 4 vjet, 5 vjet, 10 vite të ardhshme, me këtë lloj katrahure si që ballafaqojnë këto tjerët, apo të trokasim në herë këtë derën edhe ta bësh. Kjo mendoj se është. Kam 2-3 pyetje tjetër rëndësishme se nuk do kemi patjetër në dispozicion. Shumë shkurt e dua. Parlamenti iranian votoi për të mbyllur ngushticën e Hormuzit. Tani duhet ta votojë udhëheqja e madhe? Ajatullah? Këshilli i sigurimit. Si këshilli i sigurimit? Këshilli i sigurimit të Iranit. Këshilli i sigurisë, si e kanë ata. I sigurisë do thotë që është Ajatullah.
Ka kapaciteta i për ta mbyllur, se gjysmën Po e pra se se sigur e ka E gjysmën. ka për kraj... Ka me Omanin marrëveshjen, me menaxhon me Omanin. Por nëse mbyllet pjesa e Iranit, që kontrollon Iranin, është e vështirë pastaj, si mund të bëhet unilaterale. Nuk mund të qëndrojë pa për krajën e Kinës. Realisht Pa Kina është... përkrajën e Kinës, Po. bllokimi i Hormuzit. Atë se dimne, ne do shumë nëse ata e votojnë në Këshillin e Sigurisë, pastaj do të shikojmë. Dhe nëse çështjet acarohen, në lufta acarohet dhe vazhdon sulmet amerikane ose izraelite, kjo do bëhet realitet, Jo, besoj, se pak të përkohshëm. rritet alianca e madhe, gabimi i mbylljes se kanalit është se rritet alianca e madhe, Kundërshtari kroni. ka kundërshtar, se pastaj Ka arsye ekonomike. rritja e çmimeve shkakton trazirat mbrëmshme. Nuk qëndron kush me izolohet rritje më çmimeve. Dhe pastaj rreziku për Iranin që të ketë Amerika sa më shumë aleat është më shpejt sa që ata mendojnë. Rreziku më i madh i mbylljes së ngushticës Hormuzit, edhe po hamendsoj këtu, mund të jetë një tentativë e fortë për të tërheqë të paktën një nga shtetet sunite në vorbullin e luftës, të cilët gjehet tash me durim të kalitur. Mund të jetë nga cili mund të jetë? Arabia Saudite, për shembull. Një Arabi Saudite, një Katar, një Emirate, ore mjafton njëri nga shtetet Duket që sunite. Irani po kërkon ndihmë Rusisë. Ka fuqi Rusia të ndihmojë Iranin në këtë moment? Rusia është në një pozitë, le të themi, komode momentale, sepse Irani është duke luftu për hesab të vetë, ndërkohë që Rusis i qelet rruga tjetë më e fort në konfliktin e saj me Ukrajinën. Konflikt, jo, për negociat. Ushtarakisht, Jo, negociat. ushtarakisht dhe politikisht. Sepse realisht është lodhur edhe industria luftarake, më thënë burimet njerëzore të paktën, me humbjet që kanë, janë lodhje. Për Ukrajinën po edhe për Rusin. Dhe mendoj që i ofron një pozit shumë më të mirë edhe ushtarake, edhe negociative. Përse po them edhe ushtarake? Sepse në rast në faje të negociatave të mundshme, arrin të marrë t'i ruaj territoret e pushtuara, kjo është fitore ushtarake. Dhe kursim i resurseve tjera ushtarake që mund t'i harxhonte aty. Pra, kjo është një mekanizëm shumë i mirë negocimi, mos të harrojmë që brenda këtij mekanizmi negocimit, me problematika që mund kenë në shtretrit e naftës dhe të gazit, ngushtisa e Hormuzit, apo elemente tjera, Rusia rikthehet si furnizuese e Europës në një marrëveshje tjetër me gaz dhe me naftë. Pavarësisht mesazheve konfortuese që për kortezi Moskva i ka dhënë për Teheranin, dhe për unë mendoj që ata s'po bëjnë asgjë, bile unë shikoj që edhe nga komunikimet e sotme të zëdhënësit Kremlinit e me radhë, shikoj që Moskva duket sikur ka qef ta përktheje këtë konfliktin, edhe këto bombardime, sidomos rusisë, për të justifikuar atë që ka bë vetë. Pa që duhet. Pa që duhet. E ka fituar. Ata bile kanë përshtatur, tamam ata akuzën që i bëri perëndimi i Rusisë, kur tha se ata ndërmorën një agresion të paprovokuar. E kanë marrë fjalën më të vonë, e thonë që Shtetet e Bashkuara ndërmorën një sun pa provokuar dhe duan që të nxjerrin Pra, ju thoni që në Ukrainë i bën mirë. Ambicjet Ukrainës i bën shumë keq. I bën keq, por Ukraina Rusisë i bën mirë. për herë dytë shfokusohet, edhe një herë fillimisht nga ngjarjet që përjetoi Izraeli mbas sulmeve të Hamasit, për herë dytë tani që ajo tragjedia e madhe, një tragjedi e madhe e botës dhe ajo tani ngelet pa shumë vëmendje. Dhe u ngelet ukrainasve që vazhdojnë. Ndoshta Evropa, e cila duket si pa rol tani, ka një rol që të vazhdojmë shtetin, domethënë, e fort, pa kushte ndaj Ukrainës. Po si ka me të shtek tjetër Evropë, veç kjo hapësirë. Magari. Ambicjet e Rusisë janë pak ashtu si të Europës, pra. Janë pak të ngushta. Dhe besoj që e ka kuptuar Rusia që nuk mund të kaloj më shumë se sa. Bashkimit Evropian thua? Po, sot Bashkimit Evropian. Cili nuk e pyet askush. Cili nuk e pyet askush. Tentoi të ushtronte lidhen ata bëjnë mbledhje. Jo, në natyrën e tyre rusët janë Tentoi të europianë. ushtronte një rol në linjën e mesme duke përfituar nga pranvera arabe, duke përfituar nga kjo teoria e Obamës që të rinë mos ndryrën direkt, por të nxiste faktorët lokal. Dhe mezi ka mbajtje serim për një kohë të shkurtër, nuk mbajti dot. Kështu që besoj që ambicjet e Rusisë janë ato që përshkruhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që Rusia është një fuqi rajonale, që do të vazhdoj të tentoj të bëjë atë Bashkimin Sovjetik
por tani që i quhen Bashkimi i Republikave të Pavarura, BSHP-n, Bashkimi i Shtetet Pavarura. Kështu që besoj që Rusia, nëse arrin njëherë për njëherë të rikrijojë Bashkimin Sovjetik, do ta kishte një fitore shumë të madhe që pastaj mund ta çonte në shkallën e fuqie rajonale që nesër. Pyetja e fundit që unë kam është batoni i pari. Sot ka goditur Irani, duket një goditje e paralajmëruar, për të thënë që edhe unë po bëj një gjë për të justifikuar, sidomos brenda vetes, a do të vijojë kjo luftë? Unë që në fillim thash, krejt perspektiva politike, me një logjik politike, është që takohen tri superfuqit për një marrëveshje të rendit të ri botnor. Nuk po shas një gjë tjetër, as në horizont që mund të ndodhë ose një befasi. Logjika politike e ka vetëm edhe një gjë pa ndodhë, që Kina ta bëjë një veprim si që ka bë Rusia dhe tash Amerika. Unë besoj që kur e bën edhe ata, takohen dikun për të vendosur se si duket bota. Në fund, Anton? Vazhdoj se pastaj flasim ne këtu, mos po ikin. Po. Po. Okej, po nuk... Mos do ta mbyll. Jo, për mua... Po. Që në momentin kur Rusia sulmoi Ukrainën, një seri e liderave botëror si Erdoani, Macroni, presidenti i Brazilit kanë artikuluar që bota nuk do të jetë më si më parë. Pasoi kjo me Netanyahu që tha nuk do të jetë më asgjë si më përpara, dhe mendoj që shtetet sot, pra në përgjigje të asaj pyetjes që ka godit Irani, mendoj që akoma ka vend për pak testim force, dhe jo në kalim të një përplasje drejt për drejt përfundimtare, akoma ka vend për të përpjekur secili prej vendeve, Irani dhe gjitha vendet e tjera, me e gjetë se çfarë pozicioni do kenë në situatën e re që po krijohet. Unë mendoj që... Jo, i falenderoj dy kolegët, zotin Argjiu dhe zotin Mërgjaki. Ne do të vijojmë pak minuta me kolegët e tjerë, dy kolegët e tjerë, dhe do vijojmë i pjesë tjetër e emisionit, që ishte lidhur jo me problematikat e luftës dhe të Iranit, por me fatet që ne kemi këtu brenda. Gjithsesi, vazhdojmë. Okej, faleminderit ju, vijojmë këte. Mendimi me që më pyet është kjo. Punon pak më gjatë. Me preqin ose punoj me preqin? Do të si të duash. Jo, vazhdo. Unë mendoj që fuqit si Irani, Kina dhe Rusia nuk ndihen të gatshme që të bëjnë një përplasje të madhe, pavarësisht se janë duke planifikuar përplasje ekonomike me perëndimin. E keni parasysh BRICS-in për shembull. Keni parasysh që rezerva valutore është duke një pjesë e vendeve duke u ndruar, të marrin yuanin kinez. Pra, sfidat që po i bëjmë perëndimit në gjithë botën janë të mëdha, edhe rezervat natyrore. Kina është duke hyrë në rezervat natyrore jo vetëm në Afrikë, por edhe në Amerikën Latine duke qenë shumë pranë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, në të gjitha çështjet ekonomike, Kina i bën sfidë Amerikës. Në çështje politike është më e matur dhe në çështje ushtarake është akoma më e matur. Sepse mendoj që Kina, duke e peshuar fuqinë e vet luftarake, nuk i intereson një konflikt me Shtetet Bashkuara të Amerikës në asnjë fushë tjetër përveç ekonomisë. Dhe si rjedhim edhe aleatët e Kinës, këta që shpresojnë, duke pas parasysh Rusinë. Rusia sa po filloi lufta në Ukrainë bëri një marrëveshje për partneritet strategjik me Kinën, sepse vetë Rusia nuk mund të jetë aq fuqishme përballë perëndimit. Pra edhe partnerët strategjik të Kinës janë Rusia, Irani, mund përfshihet edhe Brazili, mund përfshihet Afrika e Jugut dhe India, nëse do flasim për BRICS-in, nuk janë gati për të pasur një betejë të madhe për një përballje frontale me perëndimin ose me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po them me NATO. Kështu që ato nuk do të japin asnjëherë shkas që lufta të vazhdojë dhe të thellohet. Pavarësisht kësaj goditjes propagandistike që bëri Irani sot, nuk do të ketë reagim serioz të Iranit, sepse janë të pafuqishëm për ta bërë. Dhe mendoj që do të jetë në iniciativën e Shtetit Bashkuara dhe Izraelit për të vendosur nëse do të ketë luftë apo nëse do të ketë një marrëveshje të shpejtë. Mendimi im se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të duan të shtyhen larg në këtë konflikt, sepse nuk kanë interes, nuk kanë leverti. Natyrisht që ata do t'i kundërpërgjigjen sulmeve të tjera. Ka treguar deri sot interesi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për lindjen e mesme. Ja, pra po them sepse lindjen e mesme ata e kanë, domethënë do ta vazhdojë arsyetimin. Ata do mbrojnë praninë e tyre ushtarake në këto vendet arabe, ku kanë bazat e tyre ushtarake, do i mbrojnë ato.
bilesot dhe nga sulmet me raketa, ato kanë njoftuar se s'kanë asnjë dëm. Pra do ruajnë kohezionin e vendeve arabe rreth politikës së tyre aktuale, që është pro-amerikane. Pra nuk do ndodhë që kjo të qatë, në qëse qatë. Për te kësaj, Shtetet Bashkuara të Amerikës do t'jenë konsekuent në atë qëndrimin e tyre se nuk duam të lejojmë Iranin prodhoj bombë atomike. Gjithçka që nëse ata konstatojnë që këtu do vazhdojnë prapë. Por, e kam thënë dhe në misionin me pashëm, për momentin, për mendimin tim, ky konflikt nuk ka potenciale për të kriju një luftë të madhe, botërore që thuhet. Nuk duket se ka. Vetë Amerika nuk ka asnjë leverdi që tjetë ajo që e provokon, ose tjetë ajo, si më thënë, ku fillon kjo luftrat botërore zakonisht i fillojnë shtetet që ka... Për arsye shumë të rëndomta se kjo. Luftrat botërore fillojnë shtetet që mendojnë që e kanë fuqinë më të madhe. E tha... Përshtuar më shumë Shtetet e Bashkuara. Qa duan? Shtetet e Bashkuara është në dorë, pra iniciativa është në dorë në Shtetet e Bashkuara, nëse do të fillojë luftën apo Do jo. të kenë një qëllim. Por, një shtet demokratik Ka qenë shtet nuk Ose kur kemi dhe njës të shmendur, Adolf Hitleri. ka mjet e kontrolin nëse Patjetër, ka Senatin, Kongresin, Partimin, e ka shpallë Gjermania naziste, ishte një njëri që ishte një vend demokratik. Ti ikim tani këti momenti dhe të sigurisht në nderuar të shikues në ditë që të vini do shohim se çfarë do ndodhë në këtë përplasjen që ka nisur mes Izraelit dhe Iranit, por tani në mes janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato sulmuan 3 pikat ku mendoj që ishin lenda për të prodhuar bombën atomike, uraniumi i pasuruar ose jo. Të presim, a është vetëm bomba atomike në këtë mes, si do të lëviz Izraeli, si do të lëviz akoma më tej Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe Irani, që sot është e keni parasysh, besoj që në vitet 70 nisi ringjallja islame, e cila solli dhe revolucioni islamik. islamik. Jo vetëm edhe në Afganistan, edhe në Iran, pati ringjallja islame e solli të gjithë situatën edhe të terrorizmit që u quhet në vonë. A do të pretendojnë më pas, a do të pretendojnë Shtetet e Bashkuara Edhe shah. të Ringjallja Amerikës të islame arrëzojnë është që kapi gjithë vendin islamik, edhe Pakistanin. Dhe që sot duke sikur kjo ringjallja islame po shuhet avash avash. qartë. Dhe Irani ka mbetur vendi i fundit Por është një situatë e rrezikshme. ringjalljen islame. Duhet interpretuar si një situatë mjaft e rrezikshme të nderuar teleshikues, të cilën ne do të përpiqemi ta ndjekim hap pas hapi në këtë me ato që ka ndodhin. Kjo është pjesë e parë, unë pas një publiciteti fare të shkurtër, në studio do të vinë Andi Tela dhe Ilda Zhulali, dhe në studion 2 do të kemë po një të ftuar tjetër, Aslan Dogjanin, i cili pati një përplasje sot atje ku numërojnë votat vazhdojnë numërojnë preç vazhdimisht. Do me thënë kemi numërim votat dhe nuk e dim ato mbarojnë këtë vit. Se mund të vazhdojnë, nuk dietër, tu mund të numërojnë votat edhe 2 vjet. Rinumërim të rinumërimit. Fare shkurt publicitet dhe rikthehemi.